Okej, faleminderit shumë, respekt. Inshallah, me kujdes. Inshallah, sfirzaj. Është kënaqësi e madhe me shërby mësafiren. Çfarë kënaqësi është me të pas mësafire, Soni Mala. Ja, edhe kamarierë bëra. Kjo jo për mua. Kjo jo, ja. Kjo. Kjo është Sex on the Beach. E dashur kam kënaqësinë që kam, po jemi edhe unë syzet. Faleminderit shumë, respekt shumë të madh që më erdhe. Se ti ke ardhur nga toka tjetër nga larg. Jemi një. Po, patjetër, po them që pak më shumë kilometra ke bërë ti. Pak më shumë kilometra, po është kënaqësi sepse edhe ti nuk është që s'ke bë kilometra, ke ardhe i ndurës prej Tiranës. Mirë se të gjitha këtu në Durrës. Faleminderit edhe që më ftove në programin tënd, edhe do doja të përshëndesja të gjithë shikuesit e Një Kafe me Lapin. Është kënaqësi e madhe ku të kam sot këtu edhe ku fakt do të jemi bashkë edhe me shikuesit e shumë të Summer Një Kafe me Lapin. Unë po du me thonë spari komplimente për dukjen se gjithmonë që duket bukur, gjithmonë elegant. Si e ke thënë ti? Me rëndësi, Lapi ka thënë një gjë, me rëndësi me u duk bukur, se qa ka stres e vërdall, e rëndësishme është me u duk bukur dhe kjo është kështu si fjale urtane, kam filluar ta shpërndaj. Ajo është, mu duk bukur, po thash gjithmonë një duk bukur, gjithmonë ke shkelqy, po në anën tjetër nuk po du me t'jap një kompliment shumë të madh, urime për 2 këngët, për 2 spotet, mbi gjitha që u pritën aq mirë, saqë edhe u komentuan shumë mirë, po edhe Soni si gjithmonë që shpërthen. Faleminderit shumë sepse është bërë një investim shumë i madh nga gjithë stafi. Edhe po i falenderoj pak paraprakisht DJ Aldon, Ronela Hayati për këngën Loka, Tim për këngën Pa Ty, Elona Bala, Joni Peqi, Arbër Bytyqe, Gzoni, shpresoj mos kem harruar në një Almenda Hoxha, koreografin tim me balerinat, do më thënë është një staf kaq i madh që janë marrë me këto, sa që shpresoj mos kem harruar. Po nuk i harrojmë se ko pas kohën a bjen ndërmend, edhe nuk i harrojmë askën. Po ndalemi të kënga e parë. Të kënga e parë suksesin e pat, edhe u prit mirë në një farë mënyre dhe komentet pafundme, por edhe klikime pse jo. Të them të drejtën, unë për klipin Pa Ty nuk prisja kam tek klipi Loka, e prisja atë lloj reagimi dhe ishte i pritshëm. Por më besoj që nuk ka qenë më i madh se sa te klipi Pa Ty. Aty kam marrë shumë më shumë komplimenta, ndoshta sepse edhe vetë për atë guximin që ndryshova pak rrymë, eksperimentova në një zhanër tjetër, edhe me lookun, bëra një retro style 90s dhe kjo i ka befasuar pak publikun edhe ka marrë shumë komplimente, ndoshta më shumë ka marrë aty. Më shumë se te Loka. Më shumë se te Loka, sepse te Loka dije që unë do bëja edhe prisni që do bëja diçka një investim më të madh. Po mënyra se si kam dalë tek Pa Ty, ndoshta i çuditi për mirë dhe mora shumë komplimente. Edhe ndoshta edhe për krajen që i bëra një talenti të ri, që tashmë është bërë shumë e vështirë për të depërtuar në tregun shqiptar. Ka shumë talente, tregu është i vogël, është bërë shumë agresiv, por ai Tim është një talent që e meritonte për krahjen, sepse ma ka zbukuruar shumë këngën. Është komplimentu shumë, je përfol shumë, edhe nuk ka sa më të mirë se kur shkon në klub apo diku edhe ndëgjohet. Po, patjetër, edhe në radio. Kjo është e rëndësishme që shpeshherë unë kaloj me makinë dhe dëgjoj makinat e tjera që i luajnë të dyja këngët, radiot i luajnë, mua më pëlqen kjo gjë. Më pëlqen shumë. Soni, e përmende vetë investimin. Investimi duhet, po në anën tjetër edhe shpërblehet. Ne jemi në sezon të verës. Unë e di që ai investim që është bërë i Sonit tashmë i shpërblehet për shkak se sezona e verës po vjen, Soni ka me qenë prezente në për klaba, në për vendet ndryshme. Pa diskutim. Unë në fakt sonte jam edhe në Top Show magazin, ku do performoj së bashku me balerinat e mia, ashtu siç di unë, me kërcim, me këndim live në ato daljet energjike dhe normalisht do jem edhe
në koncerte afër publikut shqiptar, sepse në fundit ky është edhe synimi që këngët ti promovosh ku është publiku, sepse merr tjetër impakt, tjetër emocion. E kam parë që edhe sikur për shembull një këngë mos ju ketë pëlqyer me dëgjim parë, kur e kanë parë, performuar dhe energjia janë prirur ta pëlqejnë akoma dhe më shumë. Mbas koncerteve kam parë që gjithmonë janë rritur klikimet për këngët. Është shumë interesant që Sony është e pamundshme, domethënë që ashtu që shohin domethënë tek spotet, por edhe kështu në jetën e përditshme, Sony energjike deri në pikën e fundit. Po, artisti nuk mund të dali nga jo e vetja, sado do me thënë mund të kamuflohet deri në një farpike, po e vërteta pastaj si thua personalitetit do dali, ashtu si që jenë në skenë deri diku je edhe në jetën e përditshme, thjesht që nuk ke ato guximin të veshësh ato gjërat e shkurtra. Aty do me thënë ja lejon pak vetes për të veshur edhe gjëra pak më të shkurtra, po në jetën e përditshme pantallona gjata. Edhe deri në fund kamë kështu. A zogu i kamës mos më dupa. Madje dje kisha prap duhet të shkoja në një televizion dhe kisha kur dal për të performuar kisha diçka shumë stretch, të ngushtë me barkun jashtë. Ndërkohë që kur shkoj, atë isha me xhinse gjata, me bluzë gjatë, më thoshin nuk po plas vabe ti, unë çoja. Po. Sone, e bukur kur jemi në verë, po unë zakonisht ndalem gjithmonë tek vera. Apropos punës që e bëni, angazhimeve që i bëni gjitha, në anën tjetër është edhe kënaqësi me qëndru për para publikut. Para publikut, para njerëzve, adhuruesve tu që dojnë, çmojnë edhe të respektojnë një farë mënyre. Unë e di që koncertet janë pafundme, qoftë me Kosovën, qoftë me Shqipërinë, po edhe në anën tjetër edhe me Ulqinin. Që ku janë shqiptarët, ka me qenë edhe Sony prezent. Okej, po du me të pyet, vetë a me balerinë? Unë, kur performoj me gocat e mia, se tani janë bërë pjesë e imja për shumë vitesh, është kënaqësi më vete dhe shikoj do me thënë që ato janë bërë pjesë e show-t, i din këngët, mënyra e interaktivitetit me mua është diçka që përcillet shumë bukur tek publiku. Dhe normalisht publiku kërkon një show. Tashmë, për mua ato daljet vetëm nuk janë më, unë kam edhe instrumentist. Se po, të kënduarit live edhe madje her pas here e heq mikrofonin te vetja dhe e ka balerinën për shkakun kështu matë, e fillon për shkakun këndon e këngë timen. Është gjë e bukur, duhet një show komplet dhe mbas shumë viteve karrierë mendoj që për mua është edhe domosdoshme. Po në qoftë se nuk jam me balerinat varet domethënë edhe nga kushtet e klubi, sepse jo të gjithë kanë skena të mëdha që edhe kjo pak më ka penalizuar në koncerte, sepse unë dua stafin tim, ndërkohë që jo gjitha skenat janë të përshtatshme për gjithë ta njerëz në skenë edhe kam thonë jo, nuk vi. Jo, nuk vi, sepse në qoftë se do vi njerëzit të shohin duan të kënaqen. Jo, gjithmonë me mikrofon, sepse çdo që tjetë edhe Beyoncé tjetë atje, pa ndriçim, pa asgjë, vetëm me një mikrofon prap do mërziten njerëzit. Duhet një show, duhet pak diçka ndryshe. Ata kanë ardhur për të kënaqur, për të harruar ato hallet, duan të humbasin në muzikë, në alegri dhe këtë duhet ja u japim. Shpejt kënë këngë njëra mas tjetrës. Konkurrencë vetvetes pi bën. Jo, ajo në fakt ishe për të hedhur, po të shikosh janë pak jo pak, po shumë të ndryshme dhe si në luk, si në çdo gjë. Ajo ishte më pranverore duke i paraprirë sezonit. Ishe sepse doja të kisha dy materiale. Tregu jonë është bërë shumë konsumativ tani, ka shumë prurje. Është një konkurrencë jo me veten, megjithëse kur thua ti edhe me veten tash, se ka shumë konkurrencë kasa që fillon të bëj konkurrencë edhe me veten, kështu. Po duhet të kesh materiale për të performuar. Por më tepër që këto materiale kishin edhe shumë kohë që ishin bërë. Unë gjithmonë bëj 5-6 materiale në advance. Dhe pastaj filloj dhe merrem me hedhje në treg. Ta bëra pyetjen për shkak se kur i thash Gencit, kur e kisha në emision edhe po ja bëj, po i bën konkurrencë vete, po i bën vetes, sa me Mimozën, sa me Gretën. Tha ajo, po kom qef që kur të klikojnë të njëna këngë, edhe mi dal kënga tjetër me njerë që mos më shkutet i kur tjetër. Po, kjo është edhe një strategji e mirë. Pse jo? Përfitojnë këngët klikime nga njëra tjetra. E dashur, kur jemi tek vera,
është e pamundshme mos me të pyet, cila ka qenë vera më e bukur e Sony Malaj që e kujton edhe sot me nostalgji? Neve, unë përgjithsisht mbaj mend vera që janë kështu në telefon, albumi dikur, për shembull shkoja gjoja me shoqërinë dhe këte isha në telefon, albumi, kënga, klipi, doli, edhe këto verë unë nuk e shijoj kur verën. Po vera më e bukur është kur kam sa më shumë koncerte, kjo është vera më e bukur për mua. Se tashmë më zhbër më kalon shumë shpejt. Do më thëmë vera më e bukur kur është me plot për koncerte. Kur marr satisfaksion. A di çka pëllojmë këtë verë? Kjo verë. Pëllojmë këtë verë. Kjo verë, vera më loka. Pëllojmë këtë verë se vera më e nxehtë ka me qenë. Po, a ka ndonjë verë Sony që nuk do me kujtu asnjëherë? Nuk kam asin verë. Përgjithsisht njerëzit prirën në verë për t'u kënaqur, sepse çdo gjë ka diell shumë. Dhe dielli sjell pozitivitet. Ka më shumë ngjyra, njerëzit vishen me ngjyra dhe kjo është në subkonsciencë ti je si më i gjallë, të duket ty. Kështu që në memorien time nuk më ka ngel asnjë verë e keqe, se janë një sër faktorësh rrethanor që të bëjnë që në subkonsciencë duket sikur ti je më i lumtur. A ka Ishte shumë filozofi? Jo shumë, paksa. A mundesh me nda Prishtinën, Tiranën, Shkupin? Tashi unë jam metropojës. Dhe më duke sikur jam kështu si kompas. Kështu që kam pak nga të gjitha edhe në veten time. Duke qenë metropojës, normalisht e kam shumë nga veriu dhe dihet edhe impakti që kam krijuar në fillimet e karrierës time, kur sapo dola si soliste në fillim të viteve 2000. Pastaj duke qenë e lindur në Shqipëri, normalisht që kam edhe nga jugu, nga mamaja, me Shkupin unë kam pasur fillimet, sukseset e mia muzikore të para, pashu edhe të video muzikore. Kështu që shikoj që jam në qendër. Kam një formim nga të treja. Kompasi që nuk mundet me nda asnjërin, po i përfshin gjitha bashkë. E dashur, prej shumë këngëve tuja, cilat i ke botë me sot dhe ki punu edhe albumeve, me plot vështirësi, me sfida, ballafaqime, me të bukura, me të këqija, me gjitha. Kam kujtuar, madje se më kujtove një sfidë para ca ditësh, isha në Preshevë për një koncert dhe i tregoja edhe stafit se ishim të gjithë në një makinë të madhe dhe i tregoja, thoja që unë më përpara udhtoja 8 orë, shkoja, regjistroja këngën për shembull Të dua ty, domethënë tamam kjo ka qenë Të dua ty, balada. Kam regjistruar gjithë natën dhe jam nisur natën prap për të ardhur në Shqipëri 8 orë të tjera për të kapur orën 8 të mëngjesit që duhet ikja në universitet. Dhe unë 2 albume që kam bërë në Maqedoni atëherë kur nuk ka qenë as rruga ose shkuarjet në Kosovë për xhirimet e klipeve që gjithmonë kthehesha e smur, se ftohtë, bjeri, nuk e di, shumë sakrifisa dhe jo vetëm për mua, por për të gjithë artistët që kanë lëvruar fuqishëm në ato vite. Që publiku për shembull nuk i di, po sa herë kanë rrezikuar shumë artistë me makina në borë, në rrugë të këqija, nuk e di, Zoti na ka shpëtu. Që jemi deri këtu. Shqyrë prej Zotit e kemi sot rrugën e Kombit, edhe shumë shpejt po shkojmë e po bëjmë. Sa herë kujtojmë atë, sa herë kujtojmë ne atë. Është shumë interesante që është e pamundshme ndërsa tu jenë makinë dhe e kthejnë kokën edhe thosh, oh rruga e vjetër. Rruga vjetër. Njerë madje kam qenë në makinë me familjen time dhe po jepja unë dhe janë ato, duke shkuar për në Maqedoni, janë ato kthesat e krabës, duke dhënë unë vetë makinës më ka zënë, imagjino, më ka zënë makina, aq të forta. Po një gjë shumë e bukur është sepse kur është hapur rruga e Kombit, unë kam qenë aty. Kam kënduar, dhe kam kënduar me një qef shumë të madh. Me një qef shumë të madh, për shumë arsye. E tha që ke kënduar rrugë Kombit. Kur tash vjen prej Tiranës, vjen për Prishtinë, në rrugën e Kombit, a këndon vetur? Po këndoj shumë, ajo rrugë kalon shumë shpejt tani, kështu që po, sigurisht.
Cila këngë është e sonit e cila posa futet makinë dhe niset për Prishtinë i bjen ndërmend që okej, kjo këngë është. Jo, varet nga këngët që dalin në treg. Tani kam sa këngë. Që ajo Popalek. Dans Popalek. Ka është edhe një tjetër në frëngjisht, se unë e flas frëngjisht, pavarësisht se ajo e ka gjysë anglisht, gjysë frëngjisht. Repon edhe shpejt, mundohem të kap në gjë kështu. Sension, bëjmë të futem në sension. E dashur, raportet shumë të mira i ke edhe me kolegët. Qysh je ndi kur faktikisht ju kanë bë këngë ripost në Instagram? Ajo është një kënaqësi shumë e madhe. Unë pikës pari respektoj unë e para. Mundohem unë ta shtroj ato rrugën e kombit. Ndërlidhse, që respekti të jetë reciprok, ja fal unë edhe dashurinë që ta kem mbrapsht. Kur dikush nuk e kupton dhe e merr për dobësi, pastaj them tung. Mend për tjetër herë. S'po e merr vesh këtu ose kjo, okay. A ka ndodhur ndonjëherë që me bo një ripost prej kolegëve edhe me shiku që faktikisht asnjë falënderim për shembull nuk ta ka shkruar në fond? Më ka ndodhur mua me rezerva shkurtën që e ka bërë ripost këngën time. Puna është kur dalin këngët, ka kaq shumë fluks ripostesh, saqë është e pamundur të shikosh të gjitha. Dhe ajo kishte bërë ripost, kishte lënë shumë kohë dhe më thotë që shikon unë ta hoqja se të pashë ti sa shu fare, domethënë që më për tjetër herë. Sa e shofresartën, direkt e kështu. Po mund të ketë ndodhur nga ana ime, mos shumti që ndoshta nuk e kam parë. Po jo me qëllim, asnjëherë. Madje mua dhe fansat kur ma bëjnë në repost, të gjithë ata që arri unë t'i shikoj, unë i falenderoj. Qoftë edhe sikur 20 followers t'ken. Unë e falenderoj sepse është respekt. Në dashuri edhe. Është shumë kënaqësi. Unë nuk ose e marr të mirë qenë ose e taking for granted kur i thon. Asnjëherë. Mundohem për aq sa kam mundësi edhe kohë, edhe aq sa mundem me i pas, se dihet edhe tani që nuk ose jam ai shumë e lirë si dikur, për shkakun që nuk kisha edhe fëmijë. E dashur, faktikisht ti me përkushtim me punë nuk ndalesh asnjëherë. E ki mendu garant edhe tash sezonin e shtatorit se çka ka me pas. Po. Në shtator. Po. E kam mbyllur edhe këngën, në fakt. Kam një këngë shumë bukur që do jetë në vazhdon e Loka. Kemi menduar edhe lokacionin se ku do jetë, shpresoj ta realizoj se kam shumë kohë që dua të shkoj. Po gjithmonë varet edhe nga stafet bashkëpunuese që duhet të jenë edhe lokale të vendit. Kështu që shpresoj shumë që të kem siç e kisha në Itali, domethënë staf e gjitha që shkoj çdo gjë shumë mirë, shpresoj ta kem edhe në vendin tjetër, se s'po e them tani, se ndoshta nuk realizohet atë. Ata tregojmë pak. Jo se ma marrë, se sa bëra gati jo, sepse e kisha thënë për këtë këngën Loka dhe e pashi u turrën disa për të shkuar atje, kështu që Okej, e dashur. Unë t'jetim fort mirë që mediat zakonisht edhe portalet miren shumë. Edhe di që një farë mënyrë një koni për jullje ke qenë këgja e ngarkume psikikisht, fizikisht, prej portaleve, prej gazetarve cilë të gjujten, jo për këta, jo për ata, jo për këta, jo për ta. Jetën private është e jotja, e askuj tjetër. Kështu që, shijaje, deri në pikën e fundit, nuk po të ves kur gjo ma shumë. Jo, unë dua të them vetëm diçka. Ajo çfarë më pengon është që flasim kur ishte puna e divorcit, nëse divorcohem unë, bëhet nami, unë jam e gjykuar, unë jam e sharë. Ndërkohë që ne shohim te djela shqiptare, dalin çdo ditë gra, burra, ose kemi edhe një program tjetër, Aldo Morning Show, që marrin telefon, jemi të divorcuar dhe kap telefonata pafund, dhe për ata ju vjen keq. Thon sa gjuna që nga e ndarë kjo me fëmijë. Ndërkohë që në rastin tim, unë jam e sharë dhe e gjykuar. Po ashtu edhe kur pata fatkeqësinë që babai im u nda shumë herët nga jeta, unë kisha nënshkruar disa kontrata që unë i marr përsipër dhe duhet i vazhdoj si në koncert,
ashtu edhe në spektakël. Dhe shpirti im e di se si unë i kam vazhduar. Por në qoftë se unë e vazhdoj, unë jam e sharë. Ndërkohë që 2-3 kolegë të tjerë që patën të njëjtën fatkeqësi, e filluan edhe më shpesh sa unë, dhe për ata ju vjen gjuna. Mua kjo më pengon. Do me thënë që pse duhet të serviret në publik, do me thënë që sikur unë jam fajtoria, sikur unë jam e keqja, dhe i bie që ne jemi akoma shumë maskilist, sepse një femër që t'ja dalim ban dhe ta mbaj dhimbjen që unë e di, ato dhimbje nuk e di asnjëri nga ata që mua më gjykan merr përsipër shkruaj aty në Facebook. Pse duhet të jem e sharë unë dhe pse akoma se shoh edhe femra që akoma nuk e perceptojnë faktin që një femër është më e fortë, nuk është e thënë që duhet të rri gjithmonë mbas këmishës burrit. Edhe burra, edhe njerëzit janë shumë më të fortë. Dhe secili e gjen forcën brenda vetes. Kjo nuk duhet të ndodhë. Për shembull, nuk duhet të ndodhë në mënyrë absolute që dikush të paragjykohet dhe të gjykohet pse është artiste. Dhe është ase kjo e kanë Terezi. Besoni që mund Terezi e kanë ata që e shkruajnë Facebook, që e kanë Terezi sesa unë apo tjetri. E dashur, unë po të falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë, kurdo që ke nevojë për suport, për gjithçka, derën e ki të hapun. Faleminderit. Dua të bëj një falënderim labi për grupin e fansave të mi, fansat e mi, gjithë admiruesit e mi, të gjithë ata që mua më lën komente, unë i shikoj dhe i falenderoj me shpirt, ju kthej edhe përgjigje. Ka shumë vite, shumë vite, për 2 dekada që më qëndrojnë pranë, edhe janë shumë mbështetës dhe unë doa t'i falenderoj me zemër. Si publikun e Kosovës, se unë marrë shumë urime dhe kam shumë suport nga ta, edhe në Shqipëri, edhe Maqedoni, diasport dhe kudo që ndodhen, dhe faleminderit shumë edhe ty. Veç për të mira u takoshim, ti e pashnetën, edhe të shkofë sezona ashtu si çdon, edhe sa i përket jetës private me gjithat mirat e dashur. Faleminderit shumë. Po e përfundojmë bashkë me Loka. Loka. Qëndrojmë bashkë, nuk ndohemi as pak nga Soni Malaj tani këto momente, për shkak se vjen nëpërmjet këngës edhe videoklipit, por gjithashtu duke mos e haruar edhe falenderuar edhe Hotel As ku jemi pikërisht në Durrës. Po mbas Sonit, a jemi përsëri bashkë në Durrës, a jemi në Prishtinë, a jemi në Ulqin, apo në Prizren, ku jemi, juve ju mbetet veç jeni bashkë me Summer një kafe mlade.